Raportet me familjen jashore, da tu që shpinata të tejtë, çfarë raporte ki? Po, rromja familjes jashore dhe lagjes jashore në përgjithësi ka qenë një rromje shumë e dhimbshme, po edhe shumë krenare, dyjat. Unë kam qenë imam tash në Trenas, po kur sa rrej baba ra mes vjeti pas kur sulmoni jashar të që mi fol sabajin, edhe tash po një krizmat ka jashart, edhe nena ka aqareva të recepte la usha, edhe dole me djallë me gjesë me mërat mëslin, me përcjell. Në rëzalla e kishe informata, unë s'kisha shumë informata, edhe 3 ditë e 3 net luft. Vranë 56 antarë, familje lagjes jashari, 20 me gjesë Shaban, edhe 36 lagjes edhe me që kanë qëlluat, nipe. Edhe me 10-in, dulemi që po vërrosën. Unë i thash mëratit, thash, dojna me shku, baba s'kur baba, nona s'kur nona, jo se si ki gjemat, mirë po unë, thash, jam pak një farë fanatike, thesha me bu më vërros pa hëgjë, tani mas luftet që se besha me që i kena marrë liria, ka marrë liria, mas luftet që dojna me dalë gjematit për para, me thamë, hëgjë, kur ke pasulli gjithë kokre, juve s'ju po më kërkon, dhe në kitë kontest e kom përdorim, kom pas shef me shku, edhe ka dorë zoti, ma ka mundësu, ka qenë rëzikim, nuk ka qenë pa rëzik, ma s'kam fërt qef me umor me këtë temë, ose u bo pak tepër, po në realitet, kam qenë ditën e parë, në përcjelljen, në rregullimin e qefinit gjenazave, po tani mas kësebe po bon që familja jashari më ka respektu, unë disa vite kam qenë edhe përfaqësues në pajtime me Basneriv, që kam shpesher kemi shku bashk, edhe sot i kam raporte shumë mira dhe me ta djemt, po raporte më të mira i kam me Basneriv. Për arsye se ai që do të modheni do të tjertë tanë. Ai që nuk ta do të zëtin e shtëpisë, këta tjertë nuk t'i da fort, veç sigurisht e ka në interes. Unë sot u Basneriv gjallë, i do gjithë të tjertë, i respektoj gjithë të tjertë, amo kulmi, edhe mendoj që edhe kombi shqiptar ka pas fat që i ka pështu zoti Rifat Jasharin. Dhe nësi kom si popull, edhe si familje ata djemt, edhe si lagje, po edhe si kom kemi pas fat që kemi Basneriv, se mu më ka ra shumë me nejt me shkune për tonë për të pa në për të bime në Dugagjene, në Lape, ka mos në për Kosovë, ja di zemrën, ja di shpirtin. Unë që ditë në që fa njeri është. Edhe në aspektin e njerëzores, edhe në aspektin e fetarës. Shpa thonë një gazetarës për përvjeturën e 5-6-7 marsit të vite, i kështë pa thonë që të kom punu 35 vjetë në BMW, s'kom bli BMW kër, për shkak se s'kom mujtë me bli kërë, para se mi bli djemve nipave, për shkak se ata rëqë. Është të vërtet, ajo është zemra huj. Nëse është një njeri që punon për tjertë, e mas pak të i për veti është Rifat Jashari. Ti logojte, ku më ka pason një rast, tha huj, tha 11 vjetë kom punu vesh në ndrimin e tretë. Unë tash nuk e disha pse aty. Thashe pse Basneriv, tha se rruga ko me ma, dhe mja që babës ma shumë pare. Ase ka morë grunë me veti. Këtu i ka pas familjen krejt. Mos problemi ajo është edhe sot tash. E kanë lëndu njerëzit, po e lëndojnë njerëzit për ditë. Shumë po thamë, që ata që e lëndojnë Rifat Jasharin, një pikë pyetje, a janë shqiptar, një pikë pyetje, a janë musliman. Ne t'ja bojnë vetit, Për kënë e ki fjallë. për kush do koft, baba jam nëse quhet, vllavi jam nëse, djali jam, kush ka një mendim, ose një diçka që mundet me lëndu Basneriv, në të me do mirë se, po thamë, unë prej mas lufte, jam me të para lufte, nuk e kom njoft, prej mas as Adem Jasharin se kom njoft, Hamzen edhe me Shaban po, si lagje, si familje, dhe më kushëri, kena pas 2 kushërina, kena pas martune lagje tyne, dhe më shëri, me Shaban e kom pa në për të pa, në Hamzen e kom pa, Ademin se kom pa, nashta e kom pa, po nuk më kujtojt, Basneriv mas lufte, pa e ka një zemër të çuditshme, është një njeri me një shpirt shumë human, po thamë në shpesher ku më tu me ta, kur i kom pas mi në shkollë, kur më ka thonë dhe marë, edhe hala kur s'di që ja kom pagu një drejk Rifat Jasharit. Se që shqyuet, shkojnë kështë po dalë me ce, kur që ju e ka pagu. Besa dhe shpesher, as nuk e len as pranorin, se ka plot restorana që kanë qef mi a pagu, ka qef me pagu shumë i që dëqë. E për që ato unë e kam një respekt madhe dhe ishallah në elen zoti hala, se burse Rifat Jashari, unë i bona 42 vjetë imam, nuk po takoj, me zemër edhe të njerit, edhe të shqiptarit, edhe të muslimarit. Ma shkurt është një model për neve.